Ambasadori Amerikan Alexander Arvizu ka lëshuar kritika të forta për ndarjen e pabarabartë të fondeve për qeveritë vendore. Duke folur në konferencën për decentralizimin fiskal, kryediplomati tha se vendorët po pengohen në realizimin me efikasitet të punës së tyre për shkak të mungesës së të ardhurave financiare. Në këtë pikë, ai apeloi qeverinë që të ndihmojë vendorët për të çuar para Shqipërinë në fushën e decentralizimit. Many local governments throughout Albania suffer. Aktualisht shumë qeveri vendore anë mbanë Shqipërisë vuajnë prej mungesës së parashikueshmërisë financiare me pasoja negative mbi aftësitë e tyre për të paguar punonjësit dhe për të ofruar shërbime thelbësore ndaj qytetarëve të tyre. Doja t'i kërkoja zotit kryeministër, përfaqësuesve të Ministrisë së Brendshme dhe të Financave, që tregonin atë përkushtim të drejtuesit si nga qeveria vendore dhe jo qendrore, që ta çonin Shqipërinë përpara në fushën e decentralizimit, si një hap në drejtimin e dur për kapërcimin e partishmërive politike. Por kryeministri Sali Berisha tha se qeveria e tij ka rritur disa herë grantet për qeveritë vendore, pasi kjo është e vetmja rrugë për zhvillimin e vendit. Ai kritikoi qeveritë vendore për mosmbledhjen e taksave, sidomos të taksës për biznesin e vogël. Ata e din se 6 vite më parë buxheti, granti që qeveria qendrore parashikonte për qeveritë vendore ishte gjithsej 7 miliard lekë. Ky grant është rritur disa herë. Taksa e biznesit të vogël në të gjitha llogaritjet ngrihet jo më shumë se 60% të saj. Është një taks tjetër, themelore për qeveritë vendore, taksa e pasurisë. Ndërsa kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, ka kërkuar një ndarje të re administrative, e cila do të rriste eficiencën e shërbimeve ndaj qytetarëve. Uroj që reforma e decentralizimit fiskal të bazohet fort me një konsensus politik për një ndarje të re administrative të territorit të Shqipërisë që t'i përgjigjet më mirë nevojave të qytetarëve. Platforma USAID propozon dialog të vazhdueshëm mes përfaqësuesve të qeverisë qendrore dhe vendore për të shënuar progres në decentralizimin fiskal.